Studentët e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali janë vlerësuar si ambasador të paqes në një aktivitet të zhvilluar në qytetin e Vlorës, me fokus rolin e të rinjve në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më harmonike. Aktiviteti me temë të rinjt frymëzojnë Shqipërinë u organizua nga Federata e Paqes Universale dhe Këshilli Shqiptar i Paqes, duke mbledhur student, pedagog dhe përfaqësues të institucioneve. Në sallën e madhe të Universitetit të Vlorës, ceremonia u shoqërua me mesazhe frymëzuese, si dhe me vlerësime për të rinjt, të cilët kanë spikatur për angazhimin e tyre në promovimin e paqes, bashkëtesës dhe kontributit në jetën sociale. Studentët u cilësuan si zëra të rëndësishëm në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë, duke marrë simbolikisht rolin e ambasadorëve të paqes. Përshëndetje dhe njerë të gjithëve. Ju jam shumë falenderues së pari që ishin pjesë e këtij aktiviteti dhe realisht u ndihem shumë i privilegjuar që sot kam marrë një titull të tillë. Dhe kjo nuk do të thotë që është fundi, por është fillimi i diçka më të bukur, më të madhe dhe më perfekte, do të thosha unë. Si fillim jam falenderues sepse që të jem sot këtu, jam falenderues Universitetit Ismail Qemali që realisht na ka marrë, na ka rritur dhe na ka çuar që të jemi këta që jemi sot. Jure studentëve, suksese dhe urime që bën pjesë e Federatës së Paqes Universale. Sa më shumë paqe, dashuri dhe respekt ndaj njëri tjetrit kudo ku ndodhet. Rektorja Universitetit të Vlorës, Aurela Saliaj, theksoi rëndësinë e këtij aktiviteti, duke e konsideruar atë si një moment të veçantë për institucionin dhe studentët. Sipas saj, është hera e parë që një federatë ndërkombëtare vlerëson të rinjtë e universitetit në këtë mënyrë, duke i dhënë një dimension më të gjerë rolit të tyre në shoqëri. Ajo nënvizoi se Universiteti i Vlorës ka një numër të madh studentësh të talentuar, të cilët jo vetëm dallohen në aspektin akademik, por edhe kontribuojnë aktivisht në çështje sociale dhe nisma të cilat promovojnë paqen dhe mirëkuptimin. Saliaj shtoi se këto vlerësime shërbejnë si një motivim për të rinjt që të vazhdojnë angazhimin e tyre dhe të jenë shembull pozitiv në komunitet. Është një aktivitet shumë i rëndësishëm, është organizuar nga Federata e Paqes Shqiptare, Federata e Paqes Rajonale për Jugun dhe specifikisht nga sektori i Vlorës. Është shumë i rëndësishëm për faktin se deri tani kjo federatë në përgjithësi ka vlerësuar karrierën dhe kontributet e dhëna nga personalitetet të spikatura të jetës shoqërore, të cilët janë vlerësuar për gjithë kontributet që kanë dhënë gjatë jetës së tyre. Kjo është hera e parë që kjo federatë po vlerëson potencialin e të rinjve. Jo për atë gjë shumë të madhe që ata mund të kenë dhënë, por për mundësitë dhe potencialin që kanë për atë çfarë do japin për të ardhmen. Është gjithashtu një vlerësim shumë i rëndësishëm për Universitetin Ismail Qemali dhe është dëshmi se si ky universitet nuk nxjerr vetëm kapacitete profesionale, por veç këtyre dhe individ me vlera të rëndësishme njerëzore për shoqërinë, për integritetin e shoqërisë, për vlerën sociale, për paqen. Tashmë studentët e Vlorës mbajnë titullin simbolik, ambasador të paqes, duke reflektuar rolin e tyre në frymëzimin e shoqërisë, si dhe për hapjen e vlerave universale të paqes.